Pas diellës, Yllit dhe Besës, Edi Rama ka gjetur një tjetër shkop magjik për të zgjidhur hallet e shqiptarëve. Pasqyrë Albania, kryeministri prezantoi me entuziazëm projektin pas mbledhjes në Pogrades me drejtuesit politik të Partisë Socialiste dhe drejtuesit e komisioneve parlamentare. Ideja sipas Ramës është e thjeshtë. Qytetari do të paraqesë kërkesën, ankesën, shqetësimin apo hallin e tij dhe më pas do të mund ta gjurmojë atë në kohë reale. Madje e përdori edhe krahasimin. Halli do të ndiqet si një pako postare. Në pamje të parë tingëllon si një problem administrativ që kërkon një zgjidhje teknologjike. Qytetari ankohet, sistemi regjistron ankesën, institucioni përgjigjet dhe qeveria kontrollon afatet, por pikërisht këtu fillon problemi. Teksa Rama prezantoi sistemin që do të gjurmojë çdo hall të qytetarit, në Tiranë qytetarët zhvilluan ditën e 85 radhazit protestës. Ata nuk kishin nevojë të hapnin një llogari në një platformë, nuk kishin nevojë të plotësonin formular, nuk kishin nevojë as të kontrollonin statusin e ankesës, dolën në shesh. Pra qeveria nuk ka përballë një hall që ka humbur në sportelet e administratës, ka përballë një kërkesë të panegociueshme të largohet. Dhe këtu pasqyrë Albania ndeshet me paradoksin e vet. Rama kërkon një sistem që institucionet të mos humbin më shqetësimet e qytetarëve, por prej 85 ditësh është shurë dhe qorë për atë që po ndodh përpara kryeministrisë. Çfarë do të gjurmojë pasqyrë Albania që nuk mund të dëgjohet sot nga dritarja e kryeministrisë? Pasqyrë Albania nuk është gjë tjetër veç se hallka e fundit e një serie emërtimesh që qeveria ka futur në komunikimin e saj publik. Më parë erdhi diella, figura e krijuar me inteligjencë artificiale që Rama e paraqiti si pjesë të modelit të ri teknologjik të qeverisjes. Pastaj Ylli, asistenti digjital i fermerëve, i prezantuar më një qershor nga ministri Andi Salla. Më pas erdhi Besa. Dokumenti politik i lidhur me reflektimin për mandatin e 4. Qytetarët që protestojnë nuk po kërkojnë të dinë nëse ankesa e tyre ka kaluar nga një drejtori në tjetrën. Ata kanë formuluar kërkesa politike dhe po kërkojnë përgjigje politike. Prandaj problemi nuk është nëse pasqyrë Albania do të jetë apo jo një platformë funksionale. Problemi është pretendimi se marrëdhënia e prishur mes qytetarit dhe institucioneve mund të riparohet duke ndërtuar një kanal tjetër digjital. Në një moment kur një kanal shumë i drejt për drejt ndodhet çdo ditë në rrugët e Tiranës, Rama nuk ka nevojë për një algoritëm për zbuluar çfarë kërkojnë protestuesit, nuk ka nevojë për një sistem që t'i njoftojë se ankesa është marrë, nuk ka nevojë as për statusin në proces. Prej 85 ditësh mesazhi vjen pa ndërmjetës. Nëse pasqyrë Albania do të gjurmojë vërtet çdo hall të qytetarëve, testi i parë nuk është teknologjik, është politik. Pasqyra mund të tregojë ankesën, pyetja është nëse Edi Rama do ta shohë atë që ka prej 85 ditësh përballë saj.